Live from Tirana në Top Albania Radio. Gjithë live from Tirana, 11:09 orë eksakte në këtë moment dhe kemi në studio një profesor shumë simpatike, ka atë zërin që të detyron për mirë, flas gjithmonë që ta dëgjosh edhe ta dëgjosh rrjedhshëm edhe mirë çfarë ajo elaboron në lidhje me temat apo biseda të ndryshme për të cilat ftohet në studio të ndryshme televizive. Almeida Xhaferi, psikologe, kënaqësi shumë e madhe që të kem në program në Live from Tirana. Mirë se vjen. Faleminderit, është kënaqësia ime dhe ndjem vërtet e privilegjuar të jem pjesë e emisionit. Si je ti? Mirë. Shumë mirë, më bëhet qefi se ne harrojmë ndonjëherë të pyesim se si janë të tjerët, ose sidomos ato që kemi në studio. Do të flasim sot për një temë shumë interesante. Bën pafundësisht video apo postime me caption të ndryshëm në rrjetet sociale, por sigurisht aty ne nuk mund të sigurohemi që informacioni vjen i filtruar mirë, pra vjen i pastër dhe i procesuar mirë tek shikuesit. Ndaj kam nevojë ta bëj këtë bisedë me profesionistë të fushës për marrëdhënie toksike që ne mendojmë në fakt që janë vetëm në dashuri, por i kemi në familje, mund t'i kemi në shoqëri dhe kryesisht janë edhe në punë. E para një herë, psikologe, do doja të më sqaronit, pra për publikun më shumë, çfarë do të thotë një marrëdhënie toksike? Dhe kur themi marrëdhënie toksike, është thjesht një përkufizim metaforik apo vërtet aty ka doza të larta toksike që mund të na ndikojnë pastaj edhe në shëndetin ton fizik. Pra, a mundet që emocione toksike që na shkaktojnë të tjerë dhe kryesisht marrëdhënie toksike mund të na dëmtojnë pastaj fizikisht, por le të marrim me radhë. Çfarë do thotë marrëdhënie toksike? Së pari unë të falenderoj për temën, sepse jetojmë në kohë ku ushqehet pa kjo kultura e personaliteteve narcisiste dhe dashje pa dashje ne i ndeshim kudo. Janë persona që me trajtat e tyre të vetë kënaqësisë na zhysin në raporte që gradualisht ne humbasim veten. E kapin veten mbas 10 vitesh apo 7 vitesh apo 3 vitesh dhe themi kush jam unë tani dhe sa kam ndryshuar nga pika e parë e kontaktit me këtë person. Që do të thotë, një marrëdhënie toksike duhet konsideruar si një lloj errësire që gradualisht na rrëmben të gjithë dritën dhe ne humbasim jo thjesht identitetin tonë, po humbasim vlerat, shtyllat, pikat kryesore të besimit. Vëmë në pikpyetje veten. A jemi mjaftueshëm? A jemi të mira? A e meritojmë dashurinë e tjetrit? A është gjithmonë dikush atje jashtë që është më mirë, meriton më shumë vëmendje, meriton më shumë vlerësim dhe futemi në një luftë të brendshme për të mbajtur një raport ku tjetri është ai tjetri i madhërishëm që na vën në pikpyetje, që na bën të ndjehemi jo të mirëmjaftueshëm dhe ne luftojmë ta mbajmë. Po pse pra, kjo është shumë e rëndësishme për ta sqaruar. Pse pikërisht njerëzit toksik, viktimat në këtë rast, njerëzit empatik i idealizojnë. Pse natyra njerëzore ka tendencën të idealizojë njerëzit toksik? Së pari, Ronaldo, duhet kuptojmë që kur flasim për një marrëdhënie toksike, duhet kemi parasysh që aty janë të dyja polet. Nga njëra anë jemi ne që kemi të gjitha nevojat emocionale dhe psikologjike për të përfshirë në marrëdhënie të kësaj natyre, pra e mirëpresim personin toksik sepse me shumë gjasa jemi rritur në një sistem familjar ku jemi ndjerë jo të mirëmjaftueshëm, ku kemi patur kritika më shumë se sa inkurajim, ku ka qenë gjithmonë një kushurir me zonja se ne, vajza e komshiut që ka qenë vajza e ëndrave, dhe jemi rritur të vëmë në dyshim veten. Fëmia kur është i vogël nuk e kupton që prindi ka issue psikologjike me veten dhe një fëmijë i vogël nuk thot kurrë un kam një nënë të keqe, një baba të keq, po thot un nuk e meritoj dashurinë e tyre. Un jam një fëmijë i keq, nuk jam një fëmijë i mirë. Dhe marrëdhënia toksike në thelb të vetes ka tamam këtë bindjen që ne mbajmë thellë, zhysim thellë në pavetdijen tonë që ne nuk e meritojmë dashurinë e tjetrit. Dhe çfarë ndodh kur bijmë në kontakt me raporte të shëndetshme dhe jemi në kontakt me njerëz që na vlerësojnë, ne vëmë në pikpyetje, fillojmë të zhvlerësojmë tjetrin, e largojmë. Si ka mundësi që ky na do, sepse ne nuk e njohim formën e pastër të dashurisë, jemi mësuar të vijemi në pikpyetje dhe të luftojmë për ta fituar këtë vëmendje.
Dhe ta mbaj me zor, shpesh herë fatkeqësisht. Po, sepse njerëzit toksik na lën diku pezull peng të një ndoshta, dhe në këtë ndoshta luftojnë për ta kthyer në një pot të qëndrueshme dhe të përhershme, po nuk kthehet, sepse ai tjetri nuk e ka atë formë dashurie që ne kërkojmë. Nga ana tjetër, marrëdhënie toksike nuk nisin toksike që në fillim dhe këtë duhet ta Madje janë bombarduese me mënyrën se si japin dashuri, se si japin respekt, se si të bëjnë ndere dhe po lexoj një artikull shumë interesant që shpjegonte pse toksikët të ndihmojnë në fillim dhe thoshte që nuk e bëjnë sepse kanë empati ndaj teje, por duan që ti të ndjesh borxhli ndaj tyre dhe ndaj të ndihmojnë e të bëjnë ndere. Po më shpjegoni ju më mirë. Së pari toksikët fillojnë të krijojnë një raport në dukje magjik, ku të bëjnë këtë bomb loving, ku t'japin vëmendje, prezencë, përkushtim, dhurata dhe ti gradualisht fillon edhe kapesh pas kësaj përshtypje të jashtëzakonshme dhe mendon që pas kësaj fasade është një shpirt i bukur, po në fakt jo, është një shpirt bosh që të gjitha ato që kishte për të ta dhënë ta ka dhënë në fillim. Kështu që të gjitha sjelljet refuzuese, abuzuese, tradhtit her pas here, këta janë persona që tradhtojnë, të zhvlerësojnë, me kalimin e kohës ne minimizojmë të gjitha këto pasoja dhe efekte negative dhe kapemi pas kujtimit të bukur fillestar. Prandaj gradualisht humbim veten, sepse po kërkojmë diçka që se ka te një njeri që ne shpresojmë sepse kemi brenda kokës tonë atë kujtimin e bukur fillestar. Janë pa diskutim njerëz që japin edhe mesazhe të dyfishta dhe kjo e shton shumë atë dhimbjen tonë shpirtërore. Të lënë të dyshosh, pra të mos jesh kurrë i qartë. Nuk e kurrë qartë nëse bëhet fjalë për një burr toksik, për shembull, është ai burri që i thot gruas së vet, shiko, mua më pëlqen që ti mos të lyesh shumë dhe mos të vishesh në mënyrë provokuese, ti je shumë e padukshme dhe e fisme estetikisht dhe ti kur del me të në darkë shikon që aty atreshin vëmendjen gjithë femrat që janë të lyera, të bukura, të grimuara, provokuese dhe ti nuk arrin të kuptosh pëlqen ty, sepse ti duhet jesh sa më pak e dukshme apo pëlqen sepse do që viktima të jetë më poshtë se ai? Personat me trajta narcisizmi apo dominant, kontrollues, në thelb kanë frikën e braktisjes dhe pa diskutim që një partnere e pavarur me vetvlerësim të lartë që tërheq vëmendjen e tjetrit, ka shumë gjasa që në një marrëdhënie abuzive nuk rri gjatë. Prandaj ata të bëjnë të kesh në dyshim veten sa vlen ti, kush do të doj ty. Dhe patjetër që ata vetë janë të gatshëm që ato lloj kënaqësish kërkojnë kënaqësi të shpejta në mënyrë seriale, pra sistematike nga njerëz të ndryshëm, sepse në thelb ata kanë një boshllëk shumë të madh emocional dhe kanë nevojë të ndjejnë që vlejnë. Prandaj e duan të bukurën dhe provokuesen tek tjetra, po kur bëhet fjalë tek partneri e tyre, duan të kenë një lloj stabiliteti që ty të kanë aty dhe të s'humbin kurrë. Temë shumë interesante dhe jam i bindur. Krahët e lirisë. Yes. E sidomos Gen Z-a, gjenerata Z gjen shumë veten në këtë mbi dozën e marrëdhënieve toksike me doza narcisizmi. Ndërkohë, do më lejosh edhe 2 minuta hapësirë marketingu dhe rikthehemi shpejt në program për ta vazhduar të bisedë shumë interesante. Mirë, rikthehemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë, 11:22 është ora eksakte në këtë moment. Po flasim për marrëdhënie toksike, për narcisët, flitet kaq shumë, por është mirë të flasim her pas here me profesionist Almeida Xhaferi, vazhdon të jetë me ne në studio, psikologe, për marrëdhënie toksike, por dhe narcisët. Ishim tek identifikimi. Dhe e lam të kjo që në fillim vinë dhe të bombardojnë me dashuri narcistët, të bëjnë të ndjesh mirë, të japin një dashuri që ti fillon thua s'më kishte ndodhur kurrë në jetë, por thjesht je preja e radhës emocionale për ta. Hapi dytë është pastaj që të bëjnë të dyshosh, pra është me ty, s'është me ty. Apo jo. Hapi tre pastaj çfarë ndodh me narcistët? Cili është momenti që ato e shfaqin veten 100%? Më vjen mirë që bëre një përmbledhje kaq të bukur të asaj që tham. Praktikisht narcisistët ngacmojnë tek ne atë lloj nevoje të paplotësuar. Fakti që ata na zgjedhin, fakti që janë ata që vinë na miklojnë, na përkushtohen, na bën për herë të parë të ndihemi të vlerësuar si kurrë ndonjëherë. Dhe kjo na bën që të bëjmë atë selektimin e kujtimeve pozitive. Nga ana tjetër, Ronaldo, duhet kemi parasysh që
pas kësaj faze të bukur fillojnë zhvlerësimet, abuzimet, tradhtit dhe ne nga ana tjetër bëjmë të gjitha përpjekjet për të rikthyer, për të rimëkëmbur një marrëdhënie duke shpresuar që ai do ndryshojë dhe do i rikthehet fillimit të bukur. Një fillimi që është thjesht fasade dhe nuk është thelbi, siç e tham. Sa më shumë ne luftojmë në këtë raport toksik, aq më shumë në vend që të ndryshojmë tjetrin, ta sjellim aty tek fillimi i bukur, fillojmë të humbasim veten në këtë raport, fillojmë mos të dim çfarë duam, fillojmë të besojmë te vetë që ne nuk e meritojmë dashurinë sepse ky nuk po na zgjedh më. Ky partneri narcisist e ka vëmendjen tek tjetrat dhe ne nuk jemi më ajo gruaja e lartësuar e ditëve të para. Kjo na bën të humbasim veten. Nga ana tjetër kanë edhe një kriter të tretë shumë interesant. Nuk të thon kurrë po në mënyrë përfundimtare dhe nuk të thon kurrë jo, edhe nëse kanë marrëdhënie paralele afatgjata. Dhe kjo e bën që ne të kemi shumë të vështirë, vazhdojmë shpresojmë dhe luftojmë për vite me radhë ndonjëherë, për një dekadë dy që atë ndoshta të atyre, atë dilemën fiktive të tyre ta kthejmë në një po të qëndrueshme dhe këtu ne humbasim veten. Si ti dallojmë narcistët, e kuptuam. Pyetja është, narcistët si e nuhasin pren e tyre emocionale, viktimën e radhës? Mënyra se si ata zgjedhin viktimën e tyre apo partnerin që do abuzojnë, sepse narcist nuk ka vetëm meshkuj, pavarësisht se për shkak të gjinisë time. Më shumë janë në mazhorancë janë meshkuj, më shumë meshkuj, por ka dhe shumë femra, pavarësisht se femrat narciste luajnë më shumë me ndjenjat e fajt, me viktimizimin, që tjetri të ndjehet në faj dhe ta manipulojnë atë, ndërkohë që burrat narcisist luajnë më shumë me zhvlerësimin, me ndëshkimin, ti u solle keq, kështu që unë nuk do të flas për ditë të tëra, derisa ti ta meritosh sërish të vëmendjen time. Dhe kjo na rihap ato plagët emocionale të fëmijërisë dhe ne pasaj nuk tentojmë të rindërtojmë raportin, dhe kjo është shumë interesante. Po mjaftojmë, nuk kërkojmë të zgjidhim më çështjet kryesore që na kanë çuar në një debat, po mjaftojmë me një normalizim, mjafton të më flasësh dhe unë do harroj arsyeën e vërtetë të sherrit. Një narcist ulet në një kafe dhe ka pafundësisht dhe mënyra se si e zgjedhin viktimën është shumë interesante, se nuk i përgjigjet pyetjes. Një narcisist kërkon të arrijë një grua apo një burrë që e pëlqejnë shumë veta. Duhet jetë një njerëz interesant, i suksesshëm në dukje, e fuqishme si grua, e paraqitshme dhe ideja është që narcisisti t'ju tregojë të tjerëve apo narcisista t'ju tregojë të tjerëve që shiko, un kam diçka që është e paarritshme te ju. Kjo është gjëja e parë që ata godasin, një njerëz që bën përshtypje ndër të tjerët. Dhe e dyta, sigurojnë që ky njeriu ka vërtet nevojë për afrimitet emocional. Ka bështëqe emocionale, pra. Ka vërtet nevojë për vëmendjen e tyre në nivel emocional. Aty ku ata gjejnë këtë lloj plage që është një njerëz që ka nevojë për intimitet shpirtëror, luajnë pikërisht me këtë nevojë emocionale të partnerit apo partneres së tyre. Nga ana tjetër, një narcisist e dim që e ka të pamundur të përfshihet emocionalisht. Është e vetmja gjë apo aftësi që nuk e ka brenda vetes. Të përfshihen në nivele atashimi narcisistët e kanë. Narcistët çfarë do të quajmë sadopak për shembull? Narcisistët krijojnë varësi me viktimën e tyre? Se ato kanë nevojë të ushqehen nga krijojnë varësi për të ndjerë të validuar, të mikluar, të vlerësuar, krijojnë varësi ndaj pushtetit dhe kontrollit, po jo ndaj një lidhje emocionale autentike, të duan të arrisin tjetrin dhe ta ngërnë në një lartësi me veten. Partnerët abuzues ndihen mirë dhe komod kur marrëdhënia është e pabarabartë, kur un kam kontrollin, jam primadona që vendos për gjithçka dhe ti je këtu për të përgjigjur nevojave të mia dhe unë neglizhoj çdo nevojë tënde emocionale, psikologjike, sepse ti nuk vlen. Ti vlen vetëm nëse mua më përmbush apo unë thith prej teja atë lloj energjie që supozohet që do më ushqej shpirtin, por shpirti narcisistëve për fat të keq është bosh, është si një gremin, hidh çfarë të duash aty brenda, do humbas në të. Almeida, pyetje shumë e rëndësishme. Pse dikush është narcisist? Është krijuar që fëmijë, ka lindur i tillë apo ka zgjedhur në një moshë majorene të rritur për të bërë? Pra, është zgjedhje apo dhe ai ka trauma të tij të fëmijërisë që ka zgjedhur të jetë i tillë?
pa diskutim që të gjitha teoritë psikologjike tregojnë që narcisistët kanë një plagë shumë të madhe emocionale të pashëruar që lidhet me mungesën e dashurisë së marrë nga prindrit, por ndryshe nga personat që kërkojnë ta marrin nëpërmjet partnerëve, narcisistët kanë mësuar që të lidhesh emocionalisht me tjetrin dhëmb krijon plagë emocionale, kështu që unë po e mbaj larg. Po vë një korac, një mburoj që ta përdor, ta manipuloj, ta kontrolloj tjetrin, po mos të përfshihem emocionalisht, se kam provuar dikur në fëmijëri se sa më ka dhëmbur kjo dhe kam thënë vetes time, jo, unë nuk përfshihem, unë nuk vuaj më. Kështu që në këtë lloj kuptimi narcisistët janë persona që nuk janë ndjer të dashur, sidomos nëse janë burra nga nënat e tyre. Nuk kanë ndjer prani dhe prezencë emocionale, nuk kanë mësuar aty që vlen. Ka edhe disa lloj narcisistës të cilët kanë qenë të llastuar dhe nuk ju janë mësuar limitet, por janë më të pakt në numër në raport me këta të tjerët kur janë ndjer të papar, të pavlerësuar, ose të kanë ndjer që ekzistojnë vetëm kur kanë patur arritje, një notë e mirë në shkollë, një diplomë e marrë në një kurs ku nëna që emocionalisht nuk ka qenë prezente, më në fund ka thënë ti je djalim. Vuan këtë boshllokun. Narcizisti do vdes gjithë jetën e tij me këtë nevojën për të mbushur shpirtin që e ka praktikisht bosh. Vuan sepse asnjë objekt, asnjë partnere, asnjë arritje nuk ja mbush atë. Çfarë mbush narcisistët? Narcisistët vetëm duke vjedhur këtë energjinë? Nuk është si të tentosh, është një shprehje, është si të tentosh të mbulosh hematomat nga traumat fizike me makijazh. Kështu e mbushin shpirtin ata, sepse nuk hyn kurrë aty që të shërojnë ato plagët e të kaluarës. Kur një narcisist krijon familje, e do familjen e vet? Thon këtu djalin, vajzën, bashkëshorten, bashkëshortin. E do me të vetmen formë të dashurisë që ai ka, në atë dashurinë toksike, që të dua kur ti je i suksesshëm, po nuk jam pranë teje në momente të vështira për të ndihmuar që ti të ngrihesh. Ndërsa në raportet në çift, një narcisist të jetosh me një narcisist është një jetë krejtësisht e palumtur, është një jetë ku personi vuan edhe fizikisht, e gjithë kjo dhimbje shpirtërore të kthehet pasaj në dhimbje fizike pa shkak, sa herë kemi dëgjuar ne që kam ankth, për shembull, ndjej në trup mbartë emocione të negative dhe ato një moment po. E gjithë dhimbja shpirtërore kalon në trup, apo më dhëmb krahu, po nuk kam asgjë, ndjej pirje të krahut, po doktori Zermës më thotë që nuk duhet të shqetësohem. Është e gjithë dhimbja e shpirtit si pasojë e të kaluarit të jetës me një person narcisist. Ka tipare fizike të një narcisisti? Mendohet që personat narcisist janë shumë të bukur, kujdesen shumë për aparencën e tyre, po nuk qëndrojnë vetëm këtu. Narcisistët janë interesant dhe najoshin se mbi të gjitha din të artikulojnë mendimet e tyre bukur, kanë një lloj ambicie që të marrin shkollimin më të mirë, trajnimin më të mirë, të fitojnë vendet e punës më interesante, të kenë pushtete dhe kontrolle edhe brenda mjedisit të punës, kështu që në dukje në sipërfaqe ka një vitrinë shumë të bukur, shumë joshse. Por që nga brenda pastaj për të fshehur atë shpirtin bosh. Është një grop e madhe e zezë emocionale. Narcisistët në miqësi dhe më pas do më shpjegosh gjithashtu si të shpëtojmë nëse fatkeqësisht kuptojmë që jemi pre e një narcisizmi në histori dashurie, por edhe në miqësi. Janë edhe aty. Nuk mund ta mohojmë, madje janë edhe të shumtë. Reklama. 11:35 është ora eksakte në këtë momente. Si do të ishte biseda Almeida mes një moderatori me doza narcisizmi dhe një psikologe në këtë rast? Si mbrohen psikologët? Do e kisha shumë të vështirë të flisja kaq sa fola dhe do isha duke dëgjuar. Qartë. Jo, flasim pak për narcisistët në miqësi. Se janë edhe aty. Domethënë kur flasim për marrëdhënie toksike, për narcisistët mendojnë që janë vetëm në marrëdhënie romantike, por fatkeqësisht janë edhe në marrëdhëniet shoqërore. Ka të njëjtat efekte, të njëjtat sinjale për të kuptuar edhe në shoqëri, pra është pak a shumë e njëjta marrëdhënie? Ka disa sinjale që ngjasojnë, nëse flasim për pushtetin dhe kontrollin, nëse lë takim me një mik apo mikesh narcisiste, duhet të ulesh në tavolinën që ajo do, në vendin që ajo do, në orarin që ajo zgjedh,
apo ai dhe në të kundërt, nëse ti ke një preferencë tjetër, mërzitet, po shpërthimi i zemërimit është jo proporcional në raport me situatën. Dhe ti këtu e ndjen që ke përballë një person që shef vetëm 4 orën e vet të mirëqenies dhe nuk intereson fare për impaktin që sjellja e tij apo saj ka në nivelin tënd të brendshëm psikologjik dhe emocional. Nga ana tjetër janë ata që ne i quajmë apo i kemi dëgjuar në përditshmëri vampirët emocional. Nëse ti takohesh me një shok apo shoqe narcisiste, do i gjesh veten që 50 minuta jetë vërtetësisht i lodhur, s'ke fuqi. Po, je i lodhur sepse vetëm ke dëgjuar dhe në çdo përpjekje që ti ke bërë për të ndarë eksperiencën tënde, ke një shikim bosh që thot, po siç po të thosha dhe e kalon situatën tek vetja. Dhe ti kupton që nuk është një marrëdhënie e barabartë, që japim dhe marrim dhe bashkë mbështesim të dy njëri tjetrin, po ti e gjen veten në funksion të nevojave të këtij tjetrit dhe kur ti ke nevojë nuk është kurrë aty për ty. E kuptuam në një moment të jetës që kemi të bëjmë me një narcisist në dashuri apo në shoqëri. Si ti menaxhojmë? Ronaldo, para se të kalojmë këtu. Po. A vlen të prekim pak edhe prindrit narcisist, nënat narcisiste? Ka prindër të tillë? Po, nëse është narcisist si partner, si shoqe, do të jetë edhe me fëmijën? Do jetë edhe me fëmijën. Një narcisist është të mëshme. Është e rëndë. Ma elaboro. Dhe një nga marrëdhëniet më të vështira që ne kemi në jetë është të menaxhojmë apo të shkëpusim apo të vëmë kufi të shëndetshëm me një nën narcisiste. Një nën narcisiste tenton të kontrollojë zgjedhjet e vajzës apo djalit të saj dhe kur këta të dy janë të rritur, kanë ndërtuar familjet e tyre, duan të jenë prezent, të vendosin, të jenë të pranishëm, të jenë kryefjala e familjes, duke futur shpesh herë edhe debatet brenda çiftit, debatet që lidhen me zgjedhje personale të dy bashkëshortëve, por edhe me mirëritjen e fëmijëve. Janë ata prindër që kritikojnë fëmijët e tyre për mënyrën se si ata po rrisin fëmijët. Nusja jote nuk di të edukoj fëmijët, unë di. Apo burri jot nuk di të edukoj fëmijët, nuk është i pranishëm, shkelin kufit e privatësisë së çiftit, sepse kërkojnë të dominojnë, të kontrollojnë gjithë jetën e fëmijëve të tyre dhe marrëdhënieve. Dhe kur nuk arrin këtë gjë, marrin rolin e viktimës. Ti nuk më do më, ti më lëndon, ti nuk do t'ja dish për nënën tënde, të bëjnë të ndjesh faj, të bën të ndjesh faj sepse ti ke këtë nevojën të mbrosh familjen tënde të vogël të re, nga kjo nën kritikuese narcisiste që ty të ka bërë gjithë jetën tënde të ndihesh keq, i pamjaftueshëm dhe ke luftuar për t'i treguar që ti vlen edhe zgjedhjet e tua janë të shëndetshme. Cila për t'ju kthyer pyetjes tënde, cila është mënyra më e mirë për t'i menaxhuar këto raporte kur ne jemi të vetëdijshëm që po, për fat të keq kemi të bëjmë me një nën narcisiste, me një bashkëshort apo partner narcisist, apo me miqe dhe shok narcisist. Së pari, të jemi shumë të ndershëm me veten dhe të kuptojmë që cilat pritshmëri na mbajnë në këtë raport, nëse është një raport që ne e kemi të lehtë zgjedhjen. Është shpresa se ky njeri do të ndryshojë me përpjekjet tona, me sjelljen tonë. Dhe nëse është kjo pritshmëri që na mban, duhet të jemi të ndershëm me veten dhe t'i themi vetes se ky njeri nuk ka për të ndryshuar kurrë. Dhe nëse unë qëndroj në këtë raport me këto kushte, a është kjo që unë dua për jetën time? Të bëjmë ca pyetje të sinqerta. Dhe nëse është kjo që unë dua, është okay, po ti do qëndrosh aty me vetëdijen që ky njeri do ketë gjithmonë këtë sjellje në raport me ty dhe s'ka për të ndryshuar kurrë. Nëse ne bëjmë paqe me këtë raport, kemi praktikisht sabotuar veten, po e kemi bërë me vetëdije, jo me shpresën që po i futemi një lufte me mullin të erës. Tjetra, duhet kemi parasysh që të adresojmë çështjet e vërteta dhe të kuptojmë që nëse po zihemi se partneri narcisist nuk është mjaftueshëm i pranueshëm, pra ikën me ditë të tëra nga shtëpia, nuk na kontakton në telefon dhe nevoja jon primare është të ndjehemi që akoma kemi një marrëdhënie emocionale, funksionale me njëri tjetrin, është të adresojmë këtë çështje dhe mos të merremi me debatin që shkakton në vetvete kjo gjë. Pra, ose jo nëpërmjet një sjellje specifike të përgjithsojmë gjithë natyrën e raportit ton, që do të thotë nëse e kemi për faktin që vjen me
me ditë të tëra në një orar të papërshtatshëm, mjafton të kapemi thjesht me orarin dhe jo ta përgjithsojmë sjelljen në të gjithë marrëdhënien tonë, sepse kur ne generalizojmë për një sjellje të caktuar gjithë marrëdhënien, praktikisht e kemi betejën të humbur, narcizisti do na ndëshkoj me heshtje. Në raporte miqësore është mirë që nëse ne familjen tonë nuk e zgjedhim dot ku lindim dhe cilët do kemi prindër apo vëllezër dhe motra, par miqt ne i zgjedhim. Çfarë e vret më shumë një narcizist? Narcizistin e vret më së shumti të di që ti nuk je më aty për atë, të di që nuk e ka më vëmendjen tënde. Kjo është plaga më e madhe që të humbi, që s'të ka, që s'të dominon. Po, po lexoj gjithashtu një tjetër artikull që narcizistët vendosen në alertë nëse preja atyre emocionale fillon e largohet dhe rikthejnë në versionin e parë të tyre, pra për një kohë shumë të shkurtër. Po, sa të rikthejnë pra. Domethënë se është i përhapur narcizizmi jo vetëm në dashuri, siç e përmendëm. Në punë pastaj fusim një mendje të lehtë. Në punë është shumë e rëndësishme që se mund qelloj me drejtues narcizist. Po, edhe ka shumë të tillë, madje ka disa studime që referojnë që në nivele shumë të larta drejtuese, flasim kompanish të mëdha, ekzistojnë persona jo thjesht narcizist, po me trajta psikopatie, që çfarëdo lloj gjëje që ti servirësh aty do të ndëshkojnë, do të kritikojnë, do të bëjnë të ndjesh jo mirë me veten. E rëndësishme është të kuptosh që ti ke dhënë maksimumin tënd dhe ta arrish ta vlerësosh ti veten për këtë maksimum që ke dhënë. Dhe në momentin që ti bën këtë ndarjen që shefi toksik apo shefja toksike nuk e ka me ty, po ka çështjet e veta të brendshme me veten e vet, dhe ti je krenar për punën dhe kontributit tënd të përditshëm, duhet të mësojmë që ta marrim kënaqësi nga vetja ndonjëherë. Mos presim që të jetë ai tjetri që na i vjen nga në dukje. A mund të jesh edhe viktim e narcizistëve, por njëkohësisht edhe vetë narcizist? Po, në rast se edhe narcizizmi ka një spektër. Dy narcizist nuk janë njësoj dhe mund të kemi trajta narcizizmi, por nuk kemi çrregullim personaliteti narcistik. Okej. Kështu që nëse një person që ka trajta të theksuar narcizizmi bie në kontakt me një person që ka çrregullim personaliteti narcizist, me shumë gjasa. Do ma bësh pak diferencën mes një personi narcizist dhe çrregullim personaliteti narcizist? Kështu ishte e qartë? Po. Ma shpjego pak këtë. Diferenca është që ne kemi trajta, nuk i kemi të qëndrueshme që të na prishin raportet me tjetrin, pra kemi dëshirë të jemi në qendër të vëmendjes, na pëlqen kur vlerësohemi nga të tjerët, na pëlqen të kemi një status të caktuar social edhe ekonomik, kemi empati, na dim se tjetri. Do me thënë, nuk kemi humbur atë pjesën tonë të vlerave njerëzore. Dhe e dim që e meritojmë dashurinë e tjetrit dhe nuk kemi frikë ta japim atë. Ndërkohë që çrregullimi i personalitetit narcizist është ai profil psikologjik që thellë e di që nuk e meriton dashurinë e tjetrit, nuk ndjen fare empatike, qartje për dëmin emocional dhe psikologjik që i shkakton tjetrit dhe do ta ribonte në të gjitha raportet që ka, dhe po të ishte në dorën e personit narcizist që ka këtë ndjenjen e grandiositetit, ndonjëherë të shoqëruara me delirin e madhështisë, i shohin njerëzit si objekte që s'kan asnjë vlerë në momentin që ata kanë marrë nga ata çfarë kanë dashur. Persona që punojnë në media, që duan kamerën, e duan validimin, duan djegës, duan komente pozitive, duan të ndiqen, duan të validohen, pra në shoqëri të glorifikohen, kanë tendenca, pra njerëzit që punojnë në media janë të prirur të jenë narcizist? Pa diskutim, kryesisht media është terreni më i mirë që i thith. Nuk po them që janë të gjithë të çrregulluar në kuptimin e çrregullimit personalitetit, po pa diskutim që ka edhe të tillë. Dhe ne e vëmë re në intervistat mediatike kur këta personazhe dalin, zhvlerësojnë të gjithë bashkëpunëtorët e tyre për shembull. Un askur s'është i mirë mjaftueshëm. Do më shuash një kuriozitet, po më thosh një ditë një miku im. Po flisim për narcizizmin në generalitet, pra vetëm në marrëdhënie romantike.
dhe tha nëse dëgjon një person dhe flet vetëm tret, pra nëse unë ty të them tani dëgjoj Almeida, dëgjoj Ronaldon, e di Ronaldo këtë, është i prirur të jetë narcist? Nuk do thoja që formula është kaq e thjeshtë dhe vetëm mund të ketë një trajt aty qëndron. Dhe pse personat thonë dëgjoj Almeidën tani, bën një detach emocional, bën një shkëputje emocionale të vetes së tyre të vërtet me atë gjën që duan të thonë. Unë do kuptoj që këta njerëz nuk i besojnë fort vetes së tyre dhe kanë nevojë të bëjnë këtë shkëputjen emocionale për t'i dhënë peshë vlerë imazhit të vetes tek tjetri. Pyetje më vjen në Instagramin tim nga dëgjuesit e shumë që kam tani, ka shumë pyetje, por kjo më duk interesante. A është vërtet thotë dikush që narcizistët i kanë syt shumë të bukur? Ka narcizist me sy të jashtëzakonshëm, po ka edhe narcizist që nuk e kanë bukurinë armën e tyre më të mpret, po kanë të menduarit edhe nëse bukuria është nëse me shikimin pa diskutim. Është arma e tyre, prandaj ata kujdesen deri në fund të jetës që me pamjen të bjen më shumë në sy se sa të tjerët. Qartë, mirë, unë e shijova shumë bisedën me ty. Edhe ta di se e shijova unë. E shijova njësoj sikur ti isha në zyrën tënde ku pret njerëz të ndryshëm, se nuk dua të quaj as klientë. Do të ftoj një ditë aty. Me shumë kënaqësi. Të pim një çaj. Me shumë kënaqësi, edhe më vjen mirë që në gjithë të lëmin mediatik ku ka njerëz që futen e dalin pa dogan, ka njerëz si ti, si ju, mund të drejtojmë në gjitha format, se kam detyrimin të respektoj formalisht, po njëkohësisht edhe kënaqësinë të kem konfidencën. Almeida Xhaferi, faleminderit që ishe në Live from Tirana. I sigur që do ma kërkojnë shumë numrin tuaj, jo për ftesë televizive, por për njerëz që duan të shërohen, se më dukeni njeriu që mund të ndihmoni. Faleminderit shumë Ronaldo, je gazetar fantastik, i shijoj pafund të gjitha intervistat e tua dhe di të nxjerrësh vërtet thelbin e personazheve. Ishte vërtet privilegj. Faleminderit. Faleminderit edhe një herë. Këtu përfundon ky program për ditën e sotme. Ritakimi jonë në radhë do të jetë nesër. Deri atëherë, nga unë Ronaldo Sharka dhe Danko DJ, po fshit qef.